Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man ihtada bihuda. Në emrin e Allahut dhe falënderimin takon vetëm Allahut. Lavdërim dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi çdo kënd që udhëzohet në udhëzimin e tij. Ka ardhur një ajet Kur'anor ku thotë Allahu subhanahu në Kur'an: "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bi-sharri wal-khayri fitnah, wa ilayna turja'un." Thotë Allah në Kur'an, çdo krijesë do të jetë shijuese e vdekjes, pa do ta shijojë vdekjen. Dhe ne do t'ju sprovojmë ju me të keqe dhe me të mirë si provim. Pa ky është provim. Dhe tek ne do të ktheheni. Ajeti është në Suratul Anbiya, ajeti numër 35. Pra çdo krijesë do ta shijojë vdekjen dhe nuk ka ndryshim të këtij ligji. Pra ky është ligji i Allahut, që të gjithë krijesat pra do të vdesin. Allahu është ai i cili ka dhënë jetë krijesave dhe është ai i cili jep dhe vdekjen. Dhe nuk do të mbes askush, vetëm se Allahu, Zoti i botrave. Më pas Allah do të ringjall krijesat e tij dhe do t'i kërkojë llogari për çdo gjë që kanë punuar në atë botë, pra në këtë dynja. Ku dhe secili sipas veprave të veta do të marrë shpërblimin, pra ose për në xhenet ose për në xhehenem, Allahu na ruaj. Dhe s'ka dyshim se krijesat e Allahut kalojnë nga një gjendje në një gjendje tjetër, sepse e tillë është jeta dhe askush nuk i shpëton këtij cikli. Allah subhanahu wa taala i sprovon duke vënë në provim krijesat e tij, qoftë për mirë dhe qoftë për keq. Pra sprovat ndodhin qoftë me të mira dhe qoftë me të këqija. Pra duke sprovuar me varfëri apo pasuri. Pra ka sprova në varfëri, po ashtu edhe në pasuri. Jep Allahu sprova robit të tij në smundje apo me shëndet. Pra ka ulje, ka dhe ngritje, ka poshtrim, ka dhe kënaqëri, dhe ka dhe vdekje dhe po ashtu ka edhe jetë. Pra për t'i vënë në provim krijesat e tij se kush do të jetë më vepërmirë. Dhe për t'i parë se kush do të bjerë në këto fitne apo do të shpëtojë për këtyre fitneve. Pra a do ta falenderoni Allahun ju nëse begatoni me mirësi, dhe a do të duroni nëse sprovoni me fatkeqësi, apo do të veproni të kundërtën. Dhe dini se kush falenderon për mirësitë që Allah i ka dhënë, le ta di se Allah do t'i shtojë ato mirësi. Ndërsa kush mohon, pra i mohon këto mirësi, atëherë le ta di se dënimi i Allahut është shumë i ashpër. Dhe do të vinë një ditë kur të gjithë ne të themi tek Allahu, Zoti i botrave, dhe do të japim llogari për gjithçka që kemi bërë. Dhe do të shpërblemi sipas asaj që ne veprojmë në këtë dynja. Sikur se tham edhe më lart, pra nëse keni punuar mirë, atë do të shpërbleni me më të mirë. Pra vini re, kush ka punuar mirë, Allahu subhanahu wa taala do t'i jap akoma edhe më tepër, akoma edhe më shumë, akoma edhe më mirë. Pra nuk jep ai sa ka punuar, por se edhe më tepër. Dhe kjo është për bujarisë Allahut subhanahu wa taala. Dhe nëse keni vepruar keq, atëherë Allahu subhanahu wa taala do t'ju dënojë vetëm se për të keqen që keni vepruar, dhe jo më tepër. Dhe a ka drejtësi më të madhe se kjo? Pra kjo është drejtësia e Allahut subhanahu wa taala, pra Allahu i cili është i drejtë dhe e do drejtësinë, dhe ai i cili është që nuk i bën padrejtësi askujt. Kur njeriu sprovohet dhe falenderon Allahun, bën durim dhe shpreson për Allahut shpërblim. Dhe ky është besimtari. Pra që kur vjen sprova, e falenderon Allahun subhanahu wa taala dhe thotë që ky është kaderi i Allahut, jam dorëzuar kaderit të Allahut subhanahu wa taala, dhe po ashtu bën durim. Dhe di që kjo është sprovë dhe bën durim dhe shpreson për Allahut që Allahu ta shpërblej pra mbi të sprovë që i ka hedhur. Pra duke shpresuar që t'i falin gjunat apo ta ngrejë Allahun në grada më të larta. Dhe po ashtu ky besimtar i mirë, i cili është sprovuar në këtë rast, është falendërues ndaj Allahut duke pritur shpërblim, po ashtu ai merr shkaqet për ta kaluar këtë sprovë me sukses. Dhe nuk bëhet tembel, nuk rin vend, por se është aktiv. Dhe bëhet kjo sprovë shkak për përmirësimin e tij, sepse ai fillohet dhe reflekton. Pra kjo sprovë bëhet shkak për përmirësimin e tij dhe e kjo sprovë pra që ai ka rënë, pra këtu në këtë rast pra kjo quhet fatkeqësi. Pra dhe për këtë fatkeqësi ai merr shpërblim, ngret ngrada, i falen gjunat, duke shpresuar për shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe po illustrojmë një shembull, pra është një person duke kryer haxhin, pra sikur është koha haxhit tani,
dhe shkon dhe gjatë kryes së haxhit rrëzohet dhe thyen këmbën, pra duke bërë tawafin apo sa'in, atëherë ky person është sprovuar në këtë rast, pra i ka një fatkeqësi, pra i ka një fatkeqësi me një smundje, pra që ka thyer këmbën, dhe përderisa ai është i sprovuar, për në këtë rast dhe ai bën durim dhe shpreson tek Allahu që t'i falë gjunat dhe ta ngrenë në grada të larta, atëherë ky llogarit për të fatkeqësi dhe ka shpërblim. Pra, në këtë rast kemi të bëjmë një person që është sprovuar në këtë rast dhe e falendron Allahu dhe shpreson tek Allahu, duron për në këtë sprovë që ka rënë, dhe Allahu subhanahu wa taala pra e shpërblen pra, dhe kjo quhet fatkeqësi pa quhet sprovë e shoqëruar në fatkeqësi. Ndërsa dënim, ku quhet dënim pra? Në këtë rast që quhet sprovë që ka rënë personit, ama ka raste që quhet dënim. Dënimi vjen kur njeriu i merr shkaqet me haram, pra prekupohet me haram dhe Allahu dënon për këtë gjë. Apo është duke kryer gjuna dhe për shkak të tyre pra dënohet. Apo edhe kur sprovohet me këtë dënim, gjendja e tij jo që nuk përmirësohet, por se përkeqësohet. Dhe këto janë shenjat që kanë përmendur dietarët kur njeriu pra bie në dënim dhe e kupton nëpërmjet këtyre shenjave. Pra, kur bie në sprovë, bie dhe duron dhe shpreson tek Allahu dhe është në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kurse dënimi vjen në raste kur ai është me shoqëruar me harame, nuk largohet nga to dhe jo vetëm që i ka rënë kjo bela, por se në vend që të përmirësohet dhe të ftillohet dhe të perfektohej, por sa ndodhe kundërta pra i zhytet edhe më keq, nuk është i kënaqur me këtë kader të Allahut subhanahu wa taala, ndoshta shan, ndoshta flet keq, e të tjera fjalë që mund shkojnë edhe në kufër. Prandaj sprovat që janë të shoqëruar me fatkeqësi janë shenjë besimi të lartë, sepse sprovat vijnë sipas besimit dhe nuk vijnë vetëm se për të pastruar besimtarët dhe për të vërtetuar besimin e tyre. Pra Allahu subhanahu wa taala dëshiron që ti pastroj këto krijesa, këto njerëz të tij, të robërt të tij, dhe duke vendosur në sprova sikurse ka sprovuar për profetët dhe ata njerëzit më të sprovuar. Dhe gjithashtu sprovat që godasin robin në formë fatkeqësie janë shenjë që Allahu subhanahu wa taala i do ato njerëz dhe po i sprovon. Ndryshe nga ato sprova që godasin robin në formë dënimi, dhe kjo është një shenjë që Allahu është i zemëruar me ta. Sikur se ka thënë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë madhësia e shpërblimit është bashkë me madhësinë e sprovës. Pra, sa e madhe është sprova, aq i madh është edhe shpërblimi. Dhe me të vërtetë, kur Allahu i lartësuar e do një popull, e sprovon atë. Pra, kur Allahu i lartësuar e do një popull, e sprovon atë. Dhe vazhdon hadithi, kush kënaqet me këtë sprovë që Allahu ka goditur, ai do të jetë i kënaqur, do të ketë kënaqësi. Dhe kush i dhorohet, atij do të ketë pa, atij takon pa hidhërimi. Hadithin ka përmendur Sheikh Albani në Sahihul Jami. Po ashtu ka ardhur një transmetim nga Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, i cili ka thënë, është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush pra secili për njerëzve është provuar më së shumti. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata janë pejgamberët. Pastaj ata që janë si shembulli i tyre, dhe sprovohet njeriu burri sipas fesë së tij. Nëse në fenë e tij është i fortë, atëherë i shtohet sprova. Dhe nëse në fenë e tij është i dobët, atëherë i paksohet sprova. Dhe vazhdon sprova tek robi derisa të ecë mbi tokë dhe të mos mbetet tek ai ndonjë gjuna. Këtë hadith e ka saktuar Sheikh Albani në librin As-Sahiha. Pra gjithashtu sprova në formë fatkeqësie është shenjë që Allahu i do mirësinë robit të tij, saqë e sprovon atë derisa ta pastrojë atë nga gjunaat, dhe kur të ecë mbi tokë, të ecë i pastër pa asnjë gjuna. Dhe kjo është mirësi për Allahut subhanahu wa taala. Nësa sprova e cila vjen në formë dënimi është një shenjë që Allahu i jep atij që të kthjellohet, pra atij personi që të kthjellohet dhe ta kuptojë për ky person, robi i Allahut, veten e tij që nuk është asgjë dhe nuk ka asnjë forcë dhe nuk ka forcë përballë dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar në Kur'an: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Thot Allahu, dhe çfarë ju ka goditur juve për fatkeqësisë, atëherë kjo është për asaj çfarë keni fituar me duart e juaja, dhe ai pra Allahu fal shumë nga gjunahet. Nëse dikush goditet me ndonjë fatkeqësi për shkak të asaj që ai ka vepruar me duart e tij, pra me këtë bela, pra duke bërë gjuna, atëherë Allahu e dënon atë në këtë botë. Pra ku i bie ndonjë fatkeqësi e tillë, pra që është formë dënimi, për shkak të asaj që i ka vepruar me duart e tij, pra ai është duke bërë gjuna në këtë rast, atëherë Allahu e dënon atë në këtë botë për shkak të gjunaut që ka vepruar.
por se e fal atë në botën tjetër për shkak të dënimit që ai ka avutur që në këtë dynja. Pra, përdesa Allahu e ka dënuar në këtë botë, ai në botën tjetër nuk ka dënim. Dhe për këtë gjë ai duhet të falenderojë Allahun subhanahu wa taala që Allah nuk e ka dënuar për në botën tjetër. Pra është një mirësi në vetvete, nga sa Allahu ja ka përshpejtuar dënimin që në këtë botë, pa dënuar në botën tjetër, ku dënimi në botën tjetër është akoma edhe më i dhëmshëm. Po ashtu nga mëshira e Allahut, pra nga mëshira e tij është se ai nuk i dënon njerëzit dhe xhinët për çdo gjë që ata veprojnë. Sepse Allahu është i mëshirshëm. Nëse do t'i dënonte ata për çdo gjë që ata veprojnë, atëherë nuk do të lente Allahu mbi sipërfaqen e tokës, jo vetëm ata, por edhe kafshët do ta vuanin pra këtë gjë, sepse kur vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala, i përfshin pra që të gjithë, pra shkatërrohen pra që të gjithë, i mirë dhe i keq, dhe çdo kush do të ringjallë pra sipas njëjtit që ka pasur. Por sa Allahu nga mëshira e tij që ka për krijesat, i le ata deri në një afat të caktuar në mënyrë pra që të kthjellohen, të përmirësohen dhe të reflektojnë. Pra Allahu subhanahu wa taala i afatizon ata në një kohë të caktuar, në mënyrë që të kthehen tek ai dhe të pendohen. Dhe të mos mendoj ai i cili bën mëkat, ai gjunahçar, se ky afatizim që i ka dhënë Allahu është aprovimi i gjunahut të tij, asnjëherë. Apo të mendoj se Allahu është i kënaqur pra me veprat e tij të këqija, apo se kjo është pamundësi nga ana e Allahut për ta dënuar atë. Asesi, jo asesi. Por se kjo është një urtësi nga Allahu që i vonon ata në dënim në një afat të saktuar. Dhe Allahu është gjithë vëzhgues, prandaj le të kthehen me pendim ata zullumçar pas të vi pra dënimi i tij. Ka thënë Allahu në Kur'an: "Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbatin, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, fa idha jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi'ibadihi basira." Pra ka thënë Allahu në Kur'an, e sikur Allahu t'i dënonte njerëzit sipas asaj që ata kanë fituar pra për të këqijave, nuk kishte për të lënë në sipërfaqen e saj të tokës ndonjë prej kafshëve për krijesave, por sa ai vonon ata deri në një afat të saktuar. Dhe kur t'i vijë afati i tyre, me të vërtet Allahu gjithë vëshkues ndaj robëve të tij. Suratul Fatir ajeti 45. Po ashtu sprova në formë fatkesie, përveç faljes së gjunave, është edhe ngritjen e gradave në xhenet. Sa që robi arrin në xhenet nëpërmjet sprovës, atë çfarë nuk mund të arrijë dot me veprat e tjera. Pra, ndodh që një besimtar mund të veprojë shumë vepra të mira, dhe Allahu subhanahu wa taala i jep grada të larta në xhenet. Por se ka diçka që ai nuk arrin këtë gjë vetëm se me diçka tjetër, pra me sprovën që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë. Pra, bëhet sebeb kjo sprovë në formë fatkesie, kjo fatkesi që i ka rënë, bëhet sebeb që të arrijë një gradë më të lartë në xhenet se nga ajo grada që ai ka vepruar pra vepra të mira, dhe për këtë të falenderoj Allahun subhanahu wa taala që Allah mundësim pra që e kaloj këtë sprovë. Ndërsa sprova që vjen në formë dënimi, që vjen dënim, nuk shoqërohet me falje, gjunahesh, dhe as me ngritjen e grada, por se ajo shoqërohet me vujtjen e mejtuar që meriton pra i personit i cili dënohet nga Allahu subhanahu wa taala. Ka një transmetim nga Ebi Musa radhiyallahu anhu, i cili ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet Allahu e vonon zullumçarin derisa kur ai e merr atë pra me dënim nuk e le të shpëtoj. Dhe tha, dhe pastaj recitoi ajetin, dhe kështu është mbërthimi i dënimi i Zotit tonë kur ai mbërthen me dënim fshatrat dhe ato janë zullumçare, me të vërtet marrja e tij me dënim është e dhimbshme dhe ashpër. Hadithi është e Sahihul Buhari. Kështu pra zullumçarët, Allahu subhanahu wa taala i le që të zhyten në zullumin e tyre. Dhe ata kujton se kjo jetë gjatësi në padrejtësi dhe krime kundër njerëzimit është shenjë e forcës dhe pushtetit të tyre. Jo. Kurse si jo. Por se ky është një mashtrim i vetveteve që nuk kanë arritur kurrë që ta kuptojnë. Pra ky është një poshtrim gradual, pa u ndjer, derisa kur të arrijë në atë fundosë të errët të zullumit, atëherë Allahu e kap atë me dënim të dhimbshëm që në këtë botë dhe nuk e lëshon atë derisa ta shkatërrojë. Kështu i ka shkatëruar Allahu shumë vende dhe shumë vendbanime në kohët e hershme me dënim të dhimbshëm dhe të ashpër. Dhe po ashtu ka shkatëruar zullumçar dhe kriminal me dënime të ndryshme dhe në botën tjetër ky dënim është akoma edhe më i madh. Me të vërtet në sprovat që janë në formë fatkesie, pra ato bela që i bin njerëzve të mirë, pra që janë në formë fatkesie, janë rruga e pejgamberëve dhe e njerëzve të devotshëm.
Allahu dëshiron hajrin dhe dëshiron që t'i pasojë robët e tij nëpërmjet sprovave dhe po ashtu t'i ngrej në grada të larta dhe t'i forcojë edhe më tepër në fenë e tij. Pra, vëlla musliman, je i kënaqur me sprovën, jo si sprovë që të ka goditur, por se si pastrim dhe ngritje gradash. Pra, falendero Allahun që ta ka dhënë sprovë, se kjo sprovë është bërë sebeb për një ngritje gradash në xhenet, për një diçka që ti nuk mund të arrijë me çfarë do lloj vepre që ti mund veprosh. Pra, falendero Allahun dhe i kënaqur për këtë sprovë që të ka dhënë. Pra, ta thash edhe një herë, jo si sprovë, por se si shkak që ti po pastrohesh dhe po ngrehesh në grada. Dhe se Allahu këtë fatkeqësi do ta zëvendësoj edhe më të mirë se çfarë ka goditur ty. Dhe ka për të dhuruar permisivit të tij të pafund dhe ti pra ke për të kënaqur. E lutim Allahun subhanahu wa taala të na beqatojë me mirësitë e tij dhe të na bëjë falëndërues dhe të na ruajë nga dënimi i tij në këtë botë në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Allahu yashpëloftë mira.